Tani nga një gazetare do shkojmë te një gazetare tjetër që është Kristina. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po ndjehesh sot? Shumë e lumtur që jam këtu pjesë domethënë edhe jemi emocionuar nga gjithë fjalimet. Jam shumë e lumtur që shikoj plot me gra të forta sallën dhe jam shumë mirë pranë jush. Me energji shumë Ndonjë mesazh nëse ke për çdo grua, çdo mamë? Patjetër. Për gratë dua të them që nuk janë vetëm dhe nuk janë fajtoret, janë vetjeta që ato e falin jetën, kurse për burrat dua të them që mos heshtin për dhunën, sepse për krah grave gjithmonë gratë do jenë më të forta me burrat për krah tyre. Shumë faleminderit Kristina, ishte kënaqësi ti kishe me ne. Tani jam me një tjetër paneliste, e cila është Amarilda. Amarilda, si po ndjehesh? Shumë mirë, shumë faleminderit që më ftuat. Kauza e dhunës ndaj grave dhe vajzave është shumë e rëndësishme edhe duhet diskutuar sa më shpesh. Faleminderit. Paneli dhe kemi Klea Kalote. Përshëndetje. Për momentin jam shumë e prekur nga gjithë fjalimet, sidomos nga video që pam në ekran, ishte shumë prekse. Një mesazh për çdo grua dhe çdo femër të kësaj bote, a e ke? Dua t'i them gjithë femrave se vlejnë, nuk janë vetëm, ne jemi zëri i gjithë atyre edhe që të besojnë në veten e tyre. Faleminderit. Do të vijoj me Denisa Kalote. Për momentin po ndjem dhe unë si sa vajza më parë shumë e prekur nga gjitha fjalimet, sidomos nga fjalimi i Elës edhe nga video që pam. Faleminderit.